Dhe termina me propozu zonjë në gjio se nuk është hajgare kjo është procedurë. Nuk e besoj që dikush është demokraci më rrët fare hajgare për kryetar kuvende me marrë si hajgare. Jo, ajo mirë. Mu kandidu për kryetar kuvende ekspozicion. Është nominuar për kryetar kuvende. Jo, i tha disa gjona të tjera, është nominuar 3 herë. Asnjëherë nuk i merr votat e mjaftueshme. Duhet me u tërheq. Pozicioni jot. Sepse partia vetë e Juve ka 48 deputet. Plus minoritetet. Ajo duhet me gjithë një zgjidhje. Partitë opozitore që jo po i çuni, që tash janë parti parlamentore, ato munden me ofru votat e veta që me dal nga ky ngërç. Me zgjidh këtë problem. Po jo s'po dënë, sepse nuk janë votat e mjaftueshme me u bë qeveria. Dhe kur nuk i ke votat e mjaftueshme me u bë qeveria, atë ju e ndani votën te kryetari i parlamentit dhe s'ka zgjidhje. Kështu që do të vazhdohet. Edhe nesër do të vazhdohet edhe te dillra posar ka 48 orë. Ka me shku gjatë kjo punë, dhe sot jo mundohemi bo numrat e mjaftueshme për qeveri. Po si bëjnë numra, këta thonë s'ka koalicion mas një parti. Po qëto isha të deshme e thonë, veç të deshme ma. Ministri këtu tha që s'ka vullnet politik. Ka thonë, veç pështim s'ka vënim. Kështu që ju edhe pe provokoni vetë partit parlamentare tjera. Se na betu provokua zgjarë për kundra e kemi si të kandidat dhe ju keni mu lodh edhe keni me na votu neve këta. Nuk e votojnë bre. Komentet e zëqit arbe edhe pas e neve. S'ka vullnet politik që nuk qëndron edhe është komplet i pasakt. Për disa arsye. E para, tashmo dihet që ka pas biseda për domethënë kryesisht me nismën që ne pra me pas një ujditë përbashkë nuk ka logje definitive, nuk ka asgjë të shkrume si koalicion. Mirë po dihet. Edhe një gjë me që tha për Limaj, mos u shqetëso. Këto takime kanë ekzistuar, apo? Kurti me Limaj. Sigurisht. Se Limaj thot që s'kan qenë. Po, nuk e di që kanë thonë ata, unë po të kallëzoj që ka qenë, konfirmon takimet pra Arbërej, konfirmon, vendose aty konfirmon në Arbërej nga vetë ndodhë që takimet. Ka konfirmon Arbërej, këto e din botën e së Pse Nishma nuk jo votoj kryetarin e Po tash me lejo të lutem veç aty do desh në mri. Po bomi, po jo është direkte. Se jo me Matoshin, me zotin aty, i tha disa gjona cilat unë po du me mundu me tregu që nuk janë ashtu sa arri ta shojmë. Tha nuk ka vullnet politik. Jo, do më thonë, pa dashje thash që ka pas, tash ka biseda me nismën në kuptimin e sinqert të fjales për me marë për krajen e tyne qoftë për zonjën Agjiu dhe me pas një koalicion me ta. A merrem me vesh ajo, mbetet për më po në ditët në vazhdim. Shkry marrëveshje dhe Limaj sot ishte votu kryetar për vende. Do shte kundër. Problemi s'ka vullnet për me bëu marrëveshje me nismën. Ka vullnet mirë po me minoritetet. Me 3 deputet. Kjo është çfarë thashë me marr krye parlamentarin. Mendoj që është pak me hynak edhe votuesit të lëvizjes vendosje. S'ka vullnet. Pak me hy në hak edhe vullnetit të lëvizjes vendosje. Pse? Sepse lëvizja vendosje kur e ka dhënë për krajën e ka dhënë për 42%. E propozon edhe presidentin mas një vjetë. Nëse nuk ka vullnet nuk do të më marrë. Po i takon lëvizja vendosje sepse është e para, po na ikin deputetë të minoriteteve tjera. Ne kemi pas në shumicë parlamentare ku deputetët e pakicës të minoriteteve vazhdimisht pra kanë votu ligje të ndryshme në kuvendin e Kosovës, ku ne kemi pas edhe një shumicë me ta. Po, ka kërkesa të ndryshme, mendoj që